Lexim prej veprave të apostujve. Atëherë Pietri bashkë me të 11 u çua në këmbë, e ngriti zërin dhe tha: Burra Judeas dhe ju të gjithë që banoni në Jeruzalem, mirë ta dini këtë gjë e me kujdes dëgjoni fjalët e mia. Burra të Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi Nazareas, njeri që hyi e përforcoi para jush me vepra të mrekullueshme, me mrekulli dhe me shenja, që siç e dini, me anë të tij i bëri ndër ju këtë të tradhtuar sipas vullnetit të caktuar parapamjes së hyjt. Ju u kryqëzuat dhe e vrarët me duart të pa feje, por hyi e ngjalli duke e shpëtuar nga tmerri i vdekjes, sepse ishte e mundur që vdekja ta mbante nën sundimin e vet. E një mend për të Davidi thot: Zotërinë e kam gjithmonë parasysh, sepse ai më rrin në anë të djathtë, që të mos rrëzohem. Prandaj ngaldon zemra ime dhe brohorit gjuha ime. Po dhe trupi im do të pushoj me shpresë, sepse ti nuk do të lësh shpirtin tim në nën tokë, as s'do të lejosh që shenjti yt të kalbet. Ti ma tregove ullën që shpjen në jetë, në praninë tënde do të më mbushen me gëzim. Vëllezër, më lejo t'ua them haptas. Davidi, patriark vdiq, u varros dhe varri i tij është edhe sot e kësaj dite nën ne. Por ai mbasi ishte profet dhe mbasi e dinte se hyi ju përbetua me betim se një nga pasardhësit e tij do të hypë në fronin e tij, qysh më parë e përpara dhe paralajmëron ngjalljen e Krishtit kur tha: Nuk që lën nën tokë, as trupi i tij nuk e provoi kalbësimin. Por këtë Jezusi hyi e ngjalli, të gjithë ne e dëshmojmë këtë gjë. E djatha e hyjt para e lartësoi, prej atit e mori premtimin, Shpirti Shenjtë dhe e ndikoi, ashtu siç po shihni e po dëgjoni edhe ju vetë.